mendoj që Luis Enrique është favorit bashkë me Parisin e tij kundrejt Liverpoolit dhe them që do të harra edhe sonte brenda në sepse ky Liverpool Esmeralda, ajo të paktën nga sa kam vëre ose më mirë duke krahasuar gjithmonë me Liverpoolin e Kloppit, se tash nuk do futemi historisë e Liverpoolit që është pak e gjatë. Kenny Dalglish. Por, kur thot ky. Por problemi është që ky Liverpool ka pasur shumë probleme në ndeshjet në transfert. Ndryshe nga Liverpooli i Kloppit, që normalisht ishte më i frikshëm kur luante në transfert. Sepse shikoj në ndeshjet paktën kur diskutua kur mund me Galatasaray 1-0. Shikoj domethënë edhe jashtë nuk shënon. Mirë po tani në Champions League vërtet është hequr ajo 1-0, 2-1 ande këtej, po paktën ti nuk mund të mundesh domethënë në një fazë në kalimit të grupeve, në të kalimit të turit, domethënë me rezultat të pastër pa shënuar fare. Ky Liverpool çalonte, domethënë Liverpooli i Kloppit ishte shumë i frikshëm luante në ndeshjet në transfert. Domethënë kjo bëri që tash ti duhet kthehesh brenda, edhe normalisht duhet ndreshur, por Champions League ka treguar që janë kthyer rezultate që janë pa, domethënë kur i mendon në parashikim 4-0 ishte Parisi me Barcelonën. Ja siç po themi ne. Bëri 6-1 në shikojmë. Shikoj, ne nuk është një gjë që të fitoj Barcelona sot atje. Problemi është a kualifikohet Barcelona, se për ta vënë dysh, mund dali Barcelona në dysh, po mund dali 1-2. Apo jo, mund dali 2-3. Problemi Champions Esmeralda është një kompeticion i cili prandaj është i bukur, sepse skuadrat që ndeshen kanë cilësi maksimale në çdo repartim. Dhe duke pasur një pyetje, u havën këto lotot sportive se sikur do hapesh në janar, do hapesh në vjet. Po bëhen gati, por deri në moment, domethënë problemi është se edhe ata që duan të marrin licenca nuk e kanë shumë me qejf. Kjo është problemi. Se është problem nga mënyra... Është mirë kur i kanë pa licenca. Normalisht, atë pasaj e thetir, unë se thash. Unë e thash, unë e kuptova. Ideja është këtu që po të thoja për Championsin. Është një kompeticion i cili të falë gjithmonë në kënaqësi për ta parë. Edhe sidomos në këtë fazë, sepse cilësitë e ekipeve janë aq shumë të larta sa që ti mund të shohësh aksion gol nga njëri krah, aksion gol nga krahu tjetër. Aksion gol nga njëri krah, domethënë ke lojë të hapur, ke spektakël dhe është ndonjëherë është, le të themi, më i vlefshëm se disa ndeshje në këtë fazë të botrorit apo të europianit. Mirë, paradhënje një koment për Arsenal Sporting, pasi ndeshjet janë nesër në fakt, këto. Arsenali besoj fiton nesër, po gjithsesi më ka zhgënjur jashtëzakonisht shumë, nuk e prisja këtë rënje të lirë në vitin e 5, po e njëjta situatë. Arsenali që e nis me marshin e 5 edhe përfundon në fund ose në fillim të prillit. Video famshëm me inteligjencë artificiale që Guardiola tërheq Arteta një muskafi. Po, përgjigjja e Guardiolës dje ishte fenomenale, se pyetën gazetarët se si ka mundësi që skuadra juaj në këto muaj, paktën vitet e fundit, performon më mirë. E tha është dielli, edhe të gjithë po qeshtin. Jo, thanë mos qeshtin, kam shumë të sinqert, tha. Sidomos futbollistët e sulmit, që unë kam, tha, kanë nevojë për më shumë diell. Edhe gjatë kohës që ngrohet koha disi, tha në Anglita, edhe ata marrin rreze, se po të kishte diell gjithë kohës në Anglita, do e fitonim që në janar kampionatin. Ata tha tani tha performojnë edhe më mirë, kështu që do shohim deri në fund se do e marrim. Po me atë që po tregon Arsenali për të ndalur të ndeshja, mendoj që Sportingu do ta kalojë, sepse fitoi ndeshjen e parë dhe i ka kapacitetet për ta mundur, por nuk e shoh më atë Arsenalin e fortë që mundi edhe Bayernin 3-1, nëse ju kujtohet. Kështu që besoj kalon edhe këtë fazë dhe më pas të ketë vështirë, se përballjen e ka kundër bën të ndeshje të fundit duket Arsenali që nuk arrin të fitojë. Arsenali ka 4 ndeshje të fundit, 3 humbje, 1 fitore. Po, 3 që sfiton, domethënë. Rezultatet e ndeshjeve të para, duke referuar edhe atë si shponin për Barcelonë, normalisht pak a shumë po i shkojmë logjikës, sepse normalisht nuk mendoj se do ketë ndonjë, domethënë mirë po bashkoj me Ledon kur tha që Arsenali, ajo që më shqetëson ke Arsenali të paktën është hapat falë që po bën nga ndeshja në ndeshje dhe normalisht nuk po tregon një stabilitet, ndërkohë që thash e kam thënë gjithmonë dhe më vjen mirë që drejtuesit e Arsenalit i besuan një trajneri si Arteta, i besuan për vite me radhë, normalisht ti besosh një trajneri për tranzicionin që ndodh ekipi kur i kthehet në një kompeticion si që është Champions Liga, rikthehet i fortë për të shkuar titullit kampion në kampionatin anglez, por të them të drejtën ndeshjet e fundit lejnë shumë për dëshiruar. Megjithatë, them që nesër me Sportingun besoj se e ka për detyrim që kualifikimi të jetë për skuadrën e Arsenalit. Ndërkohë që pak a shumë qoftë se do të bëjë. Pakta që mund të bëj.
nëse do të bëja një parashikim, mendoj që Je fiks në Paris kohën e Saint-Germain parashikimeve se na marrë koha në momentin diskutime. për sa i përket ndeshjeve sot, besoj që kalon Paris Saint-Germaini dhe kalon Atletico e Madridit, ndërkohë në krahun tjetër kalon Bayerni dhe Arsenali. Unë do guxoj të them kalon Barcelona edhe pse Jo, ketë gjithë drejtën e zotit të thuash. edhe pse jam skeptik sepse nuk është një skuadër solide në të gjitha repartet. Edhe për këtë arsye Atletico është ekipi i zgjuar për ta dënuar. Pra për ta pritur edhe më pas për ta dënuar skuadrën e Barcelonës, Nuk besoj që Barcelona mund të lejoj. Domethënë Barcelona do të tregojë më të mirën e vet. Po Barcelona ka treguar edhe që mundet 4-0 sonte edhe s'ka asnjë lloj problemi. E ka treguar është Barcelona i ka të dyja fytyrat brenda skuadrës. Siç është me dy ngjyra edhe bluza. Esmeralda, po ta them me Parisi është i kualifikuar dhe madje guxoj të them që fiton edhe nëse do të ishte Real Barcelona, do të thosha ka më besim që e kthen Barcelona, po jo me ata. Po pra. Ata janë jashtëtoksor, jo për mirë, më kuptoj. E kuptoj. Mirë, do t'i shohim sonte në orën 21. Shpresoj të kemi surpriza se aty është e bukur. Do ketë dhe më shumë diskutime, se që të kualifikohet Atletico dhe Parisi, paka shumë dihet. Ke inatin atyre që jashteti vën kështu. Jo, më s'ka gjë se me mesazh kemi njerëz jashtë. Nëse do që Champions Liga tjetë sa më bukur, normalisht janë emrat. Tani unë nuk kam gjë me Atletico Madridin, po Barcelona është Barcelona. Domethënë, është njësoj që themi Sportingu. Po është mirë që jepet mundësia ndonjëherë dhe të ekipeve të tjera se të gjithë e kanë pasur një herë të parë dhe më pas kanë bërë histori, nuk është se lindën në histori. Në rast se të gjitha ndeshjet do përfundojnë, do kualifikohen ekipet që kanë fituar ndeshjet e para, do të kemi në gjysmë finale 4 skuadra nga 5 top ligat më të mira, pra angleze, franceze, gjermane dhe tjetra i bie tjetë spanjolle. Vetëm italiane s'kemi. Kështu që janë pushime rëndësishme është. Vetëm një gjë do të them, në vitet e fundit Champions Liga, që nga Porto Monaco, domethënë finalja më pak emër 2004. Porto Monaco, të gjitha ekipet e tjera, ne po flasim për ekipe që kanë emër dhe që kanë peshë. Po prapo emër që kanë emër, peshë, fanellë, gjitha është Juventusi, është Milani, po që shohin nga kanë qenë, po jo, këtë